Qeveria momentalisht nuk mendon për hapje të Kushtetutës. Kryeministri Hristian Mickoski u shpreh i prerë për këtë çështje, sepse siç tha nuk janë krijuar kushte politike për realizimin e së njëjtës. Këtë deklaratë kryeministri e bëri në gjykatën kushtetuese ku diskutua për vendosjen e një ankese kushtetuese për realizimin e së cilës duhet të bëhen ndryshime kushtetuese. Ndryshimi i Kushtetutës është një çështje politike, e cila në këtë rast përfshin një çështje ligjore, domethënë nevojën që gjykata kushtetuese më në fund të fitoj peshën e saj në vetë Kushtetutën. Imagjinoni, një gjykatë kushtetuese që nuk ka peshën e vetë në vetë Kushtetutën, dhe tani kemi arritur në një situatë ku ajo që është një bares e kaluarës duhet të zgjidhet edhe ne do ta zgjidhim atë kur të krijohen kushte politike. Për momentin, kushte të tilla politike nuk janë krijuar. Pas kësaj deklarate të kryeministrit ka reaguar kryetari i Aleancës për shqiptarët Arben Tarravari. Ai thotë se deklarata e Mickoskit se nuk ka kushte politike për ndryshimet kushtetuese, pa ofruar asnjë afat apo plan konkret se kur këto kushte do të krijohen, thot ai, është jo vetëm e paqartë, por edhe shqetësuese për të ardhmen europiane të vendit. Aleanca për shqiptarët të pyet publikisht, a ka vendosur kjo qeveri të mbyllë përfundimisht rrugën drejt Bashkimit Evropian, sepse çdo ditë pa ndryshime kushtetuese është një ditë më larg Evropës edhe më afër izolimit. Ne i bëjmë thirrje koalicionit të vlen që të zgjohet nga xhumi i thellë politik dhe të përballet me përgjegjësinë që ka marrë para qytetarëve. Premtimi i tyre për të realizuar ndryshimet kushtetuese brenda 6 muajve është obligim dhe përgjegjësi politike. VMRO DPMN në disa raste ka deklaruar se ndryshime kushtetuese nuk do të realizohen pa garancione të qarta. Ndërkohë, ndërkombëtarët vazhdimisht bëjnë apel që vendi të kryejë detyrën e saj të bëjë ndryshimet kushtetuese, t'i vendosë bullgarët në kushtetutë në mënyrë që ta vazhdojë rrugën e saj euroatlantike.